burimi për rujtjen e veprave të mira vjen nga një tip burim ku e kanë shtyt që t'i bëjnë ato. Dhe i shtytësi i veprimit të gjitha këtyre adhurimeve është zemra. Sepse zemra jon është ushqy me iman, zemra jon është ushqy me besim, zemra jon është ushqy me kuptimet e drejta të shpërblimeve, vlerën dhe shpërblimin e duhur, e premtuar të veprave të caktuara, andaj zemra pastaj i ka urdhëruar gjymtyrët e trupit që të kryejnë adhurime të caktuara. Zemra, thon. Andaj zemra është ajo që pejgamberi alayhis salatu wassalam na thot, në fil jasad mudgha, në trupin e juaj është një copë, mishi, e cila idha saluhat, nëse ajo është në rregull, saluha al jasadu kullu, që trupi do të jetë i shnosh, edhe do të jetë në funksione të duhura, që secila gjymtyrë e trupit do mund ta kryej rolin e duhur. Pra, ne me zemër kemi besuar Allahun subhanahu wa taala. Zemrën ja kemi nështruar atij. E zemra pastaj na ka treguar se puna e caktuar është me këtë shpërblem, ka këtë shpërblem, e pret këtë madhni të Zotit xhaleshanu e kështu me radhë. Andaj burimi se cilës punë të mirë tonës është zemra. E që pastaj i bie që burim i çdo pune të keqe gjithashtu është zemra. Sepse zemra është ajo e cila e neglizhon apo zemra ja çon informacionin trunit se çka punë s'ka vlerë të caktuar. Ose kjo punë duhet bëhet pavarësisht ndoshta asoj ndërdijes në mendjen e njerit se s'ban me bë. Po zemra shtyn. Qoftë drejt epshit, qoftë drejt lakmisë, qoftë drejt egos, qoftë çka do të jetë. Zemra, po thënë. Andaj rujtësi më i mirë i veprave të njerit është kontrollimi i zemrës. Sepse ashtu që e kanë përshkruar dietarët, zemra është mbreti. Kur mbreti është në rregull, urdhat që i jep mbreti i zbatojnë ushtria, gjymtyrët e njerit. Dhe në momentin që mbreti është i presht, ai jep urdhra të caktuar e gjymtyrët janë të nënshtruara ndaj kësaj zemre. Andaj burimi i rujtjes së veprave të mira është zemra. Ndaj le të mbetet fokusi jon për të ruajtur veprat tona. Për të ruajtur veprat tona, zemra, investimi, kontrollimi dhe mbikëqyrja e zemrave tona, e së rezultati i kësaj pastaj do të jetë edhe veprimi i gjymtyrëve të trupit.